me ardhen e Dejjallit. Si e parashej Islami ardhen e Dejjallit, se e shpjegoj shumë mirë i nderuar me Altin. Ardhja e Dejjallit ka shumë teori të cilat i kemi në treg sot. Mbi ardhjen e Dejjallit shumë manipulohet me të, por në të vërtetë Dejjalli është njeri. Është njeri si unë dhe ti, nuk është civilizim, nuk është... Ku në është njëllët, mësë Netanyahu mëre? Të shërënësi, jo, Netanyahu është, sepse me sa kemi parë ne i ka të dy sytë, por ndërsa Dejjalli është i verbit. Mos ta delesur me një video me raca njerëzore. Është sprov e madhe, ai aq sprov e madhe sa vetë i dërguari i Zotit me gjithë atë bagazh besimi, me zbritin, me mbrojtjen hyjnore dhe ka thënë o Zot më ruaj nga sprova e Dejjallit. Pasi do t'i shohim që të gjithë popujt e botës duke besuar në të, duke e besuar si Zot në vend të Zotit të botëve. Dhe kjo do jetë një sprovë e madhe. Nëse ato që thatë për shembull kanë fol me Mesian, do vjen javën tjetër, do vjen të ejtën. Çka mendoni për Netanyahu? Të gjitha këto janë agenda cioniste, të cilat pretendojnë ti përgjigjen në koherencë këtyre shkrimeve të shenjta, këtyre lajmërimeve profecive dhe mendojnë që ti paraprin kësaj agende. Këtu qëndron edhe rreziku. Të besosh që Dejjalli është Mesia, siç besojnë ata, dhe ta ndihmosh në projektin e ardhjes së tij, gjasme për të shpëtuar botën dhe të shpejtosh fundin e botës, kjo vetëm njerëz anormal mund ta bëjnë, njerëz kriminal mund ta bëjnë, se që të nxisësh një luftë, të vrasësh njerëz për të shërbyer një plani gjasme hyjnor që dashka shkatrimin e botës dhe dashka fundin e botës, e gjitha kjo është manipulim dhe e ndaluar nga ana fetare, e ndaluar në Islam, është haram në Islam, pasi të fshehtën e di vetëm Zoti, dhe nëse kanë ardhur të tilla profeci për të na lajmëruar ne, janë në hadithet e qarta, na kanë ardhur në mënyrë që ne jo t'i përshpejtojmë ato me mënyrat tona, me metodat tona, të përshpejtojmë fundin e botës, po si të ruhemi të mos vijë fundi i botës, si të ruhemi që kur të vinë këto sprova të mëdha, kur të shfaqen këto shenja të mëdha, si të ruhemi ne, të ruajmë besimin ton, të ruajmë familjen ton, të ruajmë shoqërinë ton, dhe si të jemi me palën e duhur. Për këto jemi lajmëruar dhe jo të bëhemi pjesë e një projekti që po na afro ka këto shenja, po na sill ka fundin e botës dhe po na vjen dita që të na lindi dielli ka perëndimi. Ne këtë nuk jemi për ta shpejtuar. Kjo do ngjas, kjo psikopati, kjo psikopati e kanë mediat amerikane, këto psikopati janë media të caktuara, të cilat e prodhojnë që ja, ne po bëjmë këtë gjë sepse do vi kjo gjëja. Dhe kështu është lindur dhe ajo që është mashtrimi më i madh që është bën herë në Amerikë, quhet krishterimi sionist. Është një koncept sionizmi i krishterimit që ne duhet të shpejtojmë fundin e botës, se kështu thot Bibla, që të shkojmë të takojmë Zotin. Ore, është e njëjta agjendë me dëshmitarët e Jehovait. Dëgjoni, është shumë e rrezikshme kjo. Dhe ambasadë kombëtare hetus pranë zyrës ligjore këtu ndërkombëtare në Prishtinë. Kam disa pyetje për të Altinin. Kom mund të vesh po? Ta shumë shumë interesante misioni. Jepi vlla. Unë kam qef të pjesë. Jo keni deklaru në disa emisione për disa zyrtarë amerikanë, edhe ndërta edhe shtetin e Izraelit, ju e dini mirë që Benjamin Netanyahu e ka njoft pavarësinë e Kosovës. Dhe ne kam përshëndetur. Në rregull, e keni përshëndetur. Ju keni bërë disa akuza mjaftrona për zyrtarë tjerë amerikanë. Ju e dini që garantues i pavarësisë Kosovës është vetë Amerika. Po. Prandaj kanë bërë fushat Trumpi 2016, 2020, 2024. Jo keni bën kryse kishte dënë kushtet Trumpi. Jo keni bën edhe një akt akuz për një ish zyrtar, ish president. Janë akt akuz. Ja, akuz ke bën direkte. Akuz, po ja akt akuz. Akt akuz e bën avokati në një procedurë juridike ku e shkruan dhe e keni akuzuar ish presidentin e Amerikës Bill Clintonin, ku keni thonë ndër tjera që janë një pedofil edhe i cili ka marrë pjesë në ishun e Epstein, me Jeffrey Epstein. Nga i merrni ju këtu informacione? Unë kur zgjohem nga gjumi, filloj procedurën time tjetër si lexoj. Unë jam që lexoj. Nga që lexon?
ku të mandej, ku të gjej dhe si të mandej mua, po gjithmonë duke bërë filtrat e mi të ekonomisë mendimit. Ç'është ekonomia mendimit? Harxoj shumë pak kohë fillimisht për gjetur burimet. Pasi i gjej burimet, përqendrohen. Në një ditë unë lexoj 8 orë. Këtë e bëj prej 20 vjetësh. Dhe burimi, unë personalisht ndjek vazhdimisht të gjitha dhënat që vijnë nga Shteti Amerikan. Për shembull nga FBI. Në FBI është hapur një faqe që ka 3 milion faqe. Ta vazhdojmë se më pëlqen si format televiziv. Koncepti im është ky. Kur unë marr një burim